Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka propozuar krijimin e një ekipi operativ dhe forcimin e kapaciteteve për të ndihmuar vendin të ecë me hapa më të shpejt drejt rrugës europiane. Vučić e ka bërë këtë propozim gjatë një seance të qeverisë serbe. Ai propozoi kreun e misionit serb në Bashkimin Evropian në Bruksel, Daniel Apostolović, si president të ekipit operativ. Lideri serb deklaroi se ekipi duhet të ketë 8 deri në 10 persona në mënyrë që ata të mund të jenë në kontakt çdo ditë përmes konferencave telefonike. Vučić u tha këtë ide për të shpejtuar punën dhe reformat, sepse siç pretendon ai, organi i mëparshëm koordinues nuk ishte mjaftueshëm efikas. Ai tha gjithashtu se Serbia mbetet në rrugën europiane. Gjatë seancës së qeverisë ai shprehu disa kritika për punën e ministrave dhe drejtorëve të ndërmarrjeve publike, duke paralajmëruar shkarkime të mundshme. Vitin e kaluar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pezulluar për kohë të pacaktuar fillimin e dialogut strategjik me Kosovën për shkak të veprimeve të qeverisë së kryeministrit në detyrë Albin Kurti në veriun e vendit, të banuar me shumicë serbe. Kur bëhet fjalë për licencën e operimit, zyra e kontrollit të aseteve të huaja e Departamentit të Thesarit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ia zgjasti atë në Nice deri në 20 shkurt. Kjo i lejoi kompanisë të vazhdonte të operonte në sanksionet të Shtetit të Bashkuara të Amerikës për shkak të pronësisë së saj me shumicë ruse. Vučić ka përmendur gjithashtu vizat e emigrantëve, përkatësisht njoftimin e janarit se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump po pezullonte lëshimin e vizave të emigrantëve për aplikantët nga 75 vende, përfshirë Bosnjën, Kosovën dhe Malin e Zi, por jo Serbinë. Vučić tha po ashtu se një takim mes anëtarëve të Parlamentit Evropian dhe kundërshtarëve të tij politik në vend gjatë vizitës në Beograd ishte më qesharaku në botë. Vučić theksoi se i vjen shumë keq që njerëzit u kushtuan kaq shumë vëmendje atyre që erdhën. Ai quajti eurodeputetët njerëz krejtësisht të parandësishëm. Ai gjithashtu i quajti të pacip kërkesën e opozitës drejtuar delegacionit të Parlamentit Evropian për të vendosur sanksione ndaj anëtarëve të partisë në pushtet në Serbi. Delegacioni nga Parlamenti Evropian e vizitoi Beogradin nga data 22 deri në 24 janar. Delegacioni udhëhequr nga eurodeputetja portugeze Marta Temido nuk u prit nga Vučić e as nga kryetaria e kuvendit Ana Brnabić, të cilët ndodheshin jashtë vendit. Më herët si Vučić, ashtu edhe Brnabić kishin thënë se nuk donin të takoheshin me eurodeputetët, duke pretenduar se as nuk ishin njoftuar dhe as nuk ishin pyetur për mbërritjen e tyre, gjë që Parlamenti Evropian e mohoi. Delegacioni prej 5 anëtarësh ka patur takime me përfaqësues të qeverisë, një pjesë të opozitës, media, sektorin civil dhe komunitetin akademik. Përfaqësuesit e opozitës pro-evropian i kërkuan delegacionit të ridrejtojë fondet nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor tek organizatat e shoqërisë civile dhe media që kontribojnë në ruajtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Ata gjithashtu kërkuan sanksione të personalizuar për njerëz nga Partia Progresiste Serbe në pushtet dhe të tjerët. Delegacioni evropian ishte në Serbi 3 muaj pasi një rezolutë u paraqit nga Parlamenti Evropian e cila diskutonte polarizimin dhe rritjen e shtypjes së Serbisë, një vit pas shembjes së çatisë së Novi Sadit që la 16 viktima. Pas vizitës së tyre në Beograd, eurodeputetët do i paraqesin një raport një komisioni në Parlamentin Evropian.